Përshëndetje miq të Gjithçka Deutschland. Shumë prej jush më kanë shkruar dhe më kanë pyetur si funksionon pensioni në Gjermani. Si mund të përllogaritet dhe çfarë mund të përfitojnë gjatë viteve të pensionit. Kjo është ajo që do bëj, të mundohem të përllogaris një pension fiktiv për t'ju shpjeguar disi si funksionon dhe si mund ta përllogarisni ju vetë pensionin tuaj dhe të shikoni nëse jeni të kënaqur me atë që mund të përfitoni në pension apo jo. Realisht sistemi pensioneve në Gjermani, siç e kam thënë më parë, është shumë i vjetër dhe ka mangësi dhe nuk është shumë i kënaqshëm. Për momentin shteti gjerman paguan subvencionon fondin e pensioneve me rreth 10 miliard euro në vit, sepse të ardhurat që mblidhen për pensionet nuk mjaftojnë. Pra siç e kam thënë dhe në një video më parë, të ardhurat e pensioneve mblidhen nga persona të cilët janë sot aktiv në punë dhe këto të ardhura i shkojnë pensionistëve të cilët marrin pensionin. Nëse diferenca midis të ardhurat që jepen për pensionet me të ardhurat që mblidhen për pensionet është në minus, atëherë është detyruar shteti gjerman të ndërhyjë dhe të subvencionojë këtë minus. Duke qenë se ky sistem ka vite që është në minus, atëherë kuptohet që dhe rritja e pensioneve është shumë e vështirë ose pothuajse e pamundur. Dhe do të bëhet edhe më vështirë sepse Gjermania është një shtet që shkon drejt plakjes. Pra, personat të rinjt janë shumë të pak në numër se sa personat që përfitojnë sot pension. Le të vazhdojmë dhe të përllogarisim së bashku një pension. Para se të përllogarisim, dua të shpjegoj disi si funksionon. Pra, pensioni në Gjermani mblidhet nëpërmjet pikëve. Gjatë viteve të punës ju mblidhni pikë dhe këto pikë pastaj zhndërrohen në pension. Një pikë për momentin është e barabartë me 37 euro e 60 cent dhe është e barabartë si në Gjermaninë lindore ashtu dhe në perëndimoren. E them këtë sepse para disa viteve ka pasur një diferencë. Por kush përfiton një pikë? Për momentin një pikë përfitojnë vetëm persona të cilët marrin rrogën mesatare në Gjermani. Rroga mesatare në Gjermani në vitin 2024 është rreth 42.000 euro bruto në vit. Personat të cilët marrin nën këtë rrogë marrin më pak, përfitojnë më pak se sa një pikë në pension. Pra, personat të cilët marrin, pra, po them kot 30.000, 25.000 tjerë mund të përfitojnë 0.6, 0.7, 0.8 pikë. Pra, jo një pikë të plot për një vit. Personat të cilët marrin më shumë se sa 42.000 euro bruto në vit, marrin sigurisht më shumë se sa një pikë. Dhe kjo shumëzohet dhe me vitet e punës dhe del në përfundim pra shuma e pensionit. Megjithatë, po marrim një shembull konkret dhe do ta kuptoni dhe më mirë. Pra për të përllogaritur pensionin, po përzjell një faqe në internet, ka disa faqe të tilla që mund t'ju ndihmojnë për të përllogaritur pensionin, nëse nuk dini mund të zgjidhni këtë faqen që kam përzgjedhur dhe unë. Marrim një shembull normal. Pra po marr një person i cili ka jetuar dhe punuar në Gjermaninë perëndimore dhe ka punuar për rreth 35 vite. Në këto 35 vite, ky person ka përfituar një rrogë vjetore prej 30.000 eurosh bruto në vit, që do të thotë 2.500 euro bruto në muaj. Në bazë të kësaj rroge dhe në bazë të këtyre viteve të punës do të përllogarisim sa pikë ka grumbulluar personi në fjalë. Po të shkoni pra poshtë, mund të klikoni pra në përllogaritjen, berechnen, dhe ju del shifra e 24 pikë 34 pikë pensioni. Ose më pak, i çik më shumë se 24 pikë, pra më pak se 25 pikë. Për thjeshtësi mund ta rrumbullakosim në 25 pikë. Siç shihni, keni edhe këto pyetjet e tjera, të cilat mund t'i plotësoni vetëm ju në bazë të informacioneve që keni dhe mund t'ju ndihmojnë disi për rritjen e pensionit. Por ne po marrim thjesht një shembull të thjesht, pra pa shumë komplikime për t'ju shpjeguar më mirë pra përllogaritjen e pensionit. Siç thamë më parë, një pikë pension është e barabartë me 37 euro e 60 cent. Prandaj, shkojmë tek makina përllogaritëse dhe shumëzojmë pikët e mbledhura të pensionit
pra themi 25 pikë, pra po e rumbullakosim, dhe i shumëzojmë për 37,60 dhe del shifra e 940 eurove në muaj. Pra ky person përfiton 940 euro bruto në muaj. Pra si që pam së bashku, një person i cili ka punuar 35 vite në Gjermani dhe ka përfituar një rrogë mesatare prej 30.000 euro bruto në vit, pra 2.500 euro bruto në muaj, përfiton një pension prej 940 euro bruto. Kjo do të thotë, tit pensioni i hiqen dhe pagesat që bëhen për kartën shëndetësore, për flege e tjerë. Nuk paguan taksa sepse është nën limitin e lejuar, por paguan këto tjerët, pra që teorikisht do t'i dalë një pension edhe më i ulët se sa 940 euroshi në muaj. Pra, çfarë t'ju them, unë mendoj që pensionet në Gjermani janë shumë të ulta dhe ndoshta duhet të mendoni tani për pensionin tuaj, mos ta leni deri në pikën e fundit, sepse në vitet e fundit nuk është se do të keni shumë mundësi për të ndryshuar, për më tepër që ky sistem pensionesh nuk jep ndoshta ndonjë shpresë të madhe dhe nuk i dihet nëse Gjermania do ketë mundësi të ndryshojë sistemin e pensionit për ta përmirësuar atë, megjithatë, sado që të përmirësohet, jemi shumë larg shifrave të kënaqshme, sepse një person i cili ka marrë 2.500 euro bruto në muaj dhe përfundon në një pagë 940 euro bruto, pra është ajo që përflitet ke 40%, 35% që e tjerë. Është më keq akoma për personat të cilët marrin një rrogë më të lartë sepse paguajnë dhe taksa, ndërkohë këtu hiqen taksat sepse është nën limitin e pensionit, nën limitin e lejuar për të paguar taksa. Kur të kaloni në një shifër edhe më të lartë, do të paguani dhe taksa, kështu që jeni gjithmonë atë nivelin e maksimalisht 40% të rrogës për pensionin. Pra, veproni sot, mendoni çfarë mund të bëni për të kursyer diçka për pensionin, sepse shifrat e pensionit janë të frikshme. Ju faleminderit dhe ju uroj një ditë të këndshme.